Ndonëse projekti Safe City është aktiv në disa qytete të vendit, policia përsëri nuk dorëzohet. Vetëm gjatë kësaj fundjavë së kaluar, policia ka shqiptuar gjithsej 1198 gjoba, 42 shofer të arrestuar dhe 13 automjete të konfiskuara. Si rezultati kontrolleve të rregullta të trafikut realizuar nga zyrtarët policorë të gjitha sektorëve për punë të brendshme në mbar vendin, nga gjithsej 1198 urdhërparkesa të shqiptuara, 465 shkelje kanë të bëjnë me shoferë që nuk kanë respektuar shpejtësinë e lejuar të lëvizjes. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se 42 persona janë privuar nga liria për drejtim të pakujdesshëm të automjetit, për të cilëve 8 për vozitje në ndikimin e alkoolit, 20 për drejtim pa patën shofer dhe 1 për shkak të ndalimit të mëparshëm për të drejtuar automjetin. Në të njëjtën periudhë janë konfiskuar 13 automjete sipas nenin 300B të kodit penal. Sipas të dhënave statistikore nga aktivitetet policore, gjatë fundjavës janë evidentuar edhe 173 shkelje për parkim të parregullt, si dhe 40 sanksione për vozitje në ndikimin e alkoolit. Në përputhje me ligjin për sigurinë e komunikacionin rrugor, janë sankcionuar 59 drejtues motocikletash për mosmbajtje të helmetës mbrojtëse, si dhe 31 këmbësor, po ashtu janë sankcionuar 112 pjesëmarrës në komunikacion për mosvendosje të rripit të sigurisë. Ata gjithashtu sharojnë se sipas ligjit për automjete, 20 automjete janë larguar nga qarkullimi për shkak se ishin të paregjistruara, ndërsa 4 për shkak të parregullsive teknike. Nga MPB theksojnë se kontrollet në trafik do të vazhdojnë edhe në ditën e vijim, ndaj apelojnë të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që të respektojnë rregullat dhe dispozitat e trafikut.